Përshëndetje miq, sot kam përgatitur çaj me ginger, mbusha një tenxhere plot. Siç e keni parë video më parë, unë përgatis gjithmonë me shumicë, se hedh nëpër shishe dhe e mbaj frigorifer, e kam gati. Me që këtu tek ne shi, ftoft, lagështirë, thash po marr masat. Sot më filluam pak grykët dhe thash eli shpejt e shpejt këtu ginger, ky është ilaç për mua. Një kokër limon, disel, unë për shpejtësi i gri me mixer. Është një super ide kjo, ose mund i grini imët me thik. Për sasin, sot po ju hap masat me që më shkruani gjithmonë. Për 1 litër ujë 50 gram ginger të freskët. Unë këtu përgatita 4 litra ujë edhe 200 gram ginger të freskët, 1 kokër limon, disa gjethe dafine dhe i zjeva për 10-15 minuta, e kemi gati. Unë i lej për një natë, kështu si që janë në tenxhere, të nesmen e kullohet në përshisha dhe i mbaj në frigorifer. Ky pijet si i ngrohtë dhe i ftoft në ditët e nxehta. Këtu piva 1 filxhan. Unë e pi pa mjaltë pas e gjë më pëlqen kështu dhe me gjithmonë për mua është ilaç me vete. Dhe ju vajza që më keni shkruar, këto janë masat. Nëse doni akoma më të fortë, hidhini më shumë ginger, por për mendimin tim është okay. Ju përshëndet.